Ti ke bërë para disa ditësh një shkrim pikërisht në webin ku edhe punon, një sqarim për pasagjerët e verbër të trenit bullgar me makinist Sali Berishën. Kështu është titulli i shkrimit që ti ke bërë. Ti e përshkruan opozitën si një tren bullgar. A është kjo një mënyrë ardit për të thënë se Partia Demokratike nuk ka as drejtim moral, as vizion dhe as strategji? Dëgjoj, unë jam djeri keqardhur personalisht kur kam parë artikulohet akuza për tren bullgar në zgjedhjet e fundit në Shqipëri, për arsye sepse së pari kjo është pyese për qytetarët shqiptar. Pra presupozohet sipas Berishës që 300.000 qytetarë kanë shitur votën dhe këtë tani e kanë bërë edhe përmes këtij mekanizmit ku marrin një flet plotësuar edhe kthejnë mbrapsht tek personi përgjegjës jashtë qendrës votimit një flet boshe që ai ta cikloj pra me njerëz të tjerë dhe të arrihet një rezultat. Së pari është ndjehemi keqardhur sepse nuk ka logjik që mund ta pranoj këtë lloj mekanizmi aq më tepër kur denoncimi vjen për një kuti të Peqinit, pra një kuti e një fshati në Peqin ku ka 40 votues apo 50 votues, pse do të ishte nevoja që të bëhej kjo. Së dyti është pjesa që Berisha fyen gjithashtu edhe mbështetësit e tij. I bie që demokratët janë shitur, kanë planuar të shiten përmes trenit bullgar, përmes kësaj skeme. Së treti nga ana teknike, nëse këto ndjekës do të ishin fanatik ndaj Berishës, mirë po kanë qenë para presionit apo joshjes për para, atë fletën e plotësuar që dikush përjashtë ta jep me një kryq për Partinë Socialiste, mund i vendoste një kryq të dytë, të tretë dhe të nxirrte të pavlefshme fletën. Nga ana tjetër, treni bullgar nuk është faktuar që ka ndodhur ndonjëherë as në Bullgari. Ka pasur akuza në zgjedhjet e para elektorale të Bullgarisë mbas përmbysjes së sistemit komunist. Ka patur akuza në zgjedhjet e 2009-s, se në zgjedhjet e 2009-s në Bullgari se është përdorur fenomeni trenit bullgar në zgjedhjet për Parlamentin Evropian në Bullgari. Por nga gjithë vëzhgimet dhe nga gjithë analizat që janë bërë atje në atë vit, ka dalë se mund të jetë përdorur në 2000 raste dhe jo më tepër. Tani llogaritë kur Bullgaria i ndodh në 2000 raste nëse i ka ndodhur, se s'është e faktuar, me sa milion votues ka më shumë se ne, si mund të ndodhte këtu tek ne një fenomen i tillë. Dhe askush nuk pa nga këta jashtë qendrës votimit të personi që merrte fleta edhe jepte flet votimit. Ne do shkojmë tek treni bullgar, por dua të qëndrojmë edhe pak tek pikërisht kjo akuzë e opozitës për mazhorancën, sipas opozitës për përdorimin e kësaj metode. Çfarë synon, po themi, kreu i opozitës Ali Berisha duke bërë këtë denoncim, pra duke e përdorur trenin bullgar si një akuzë ndaj mazhorancës për zgjedhjet, për manipulim? Po s'pari duke sjell këtë mekanizëm të vjetër dhe të harruar nga debati politik, kërkon të magjeps ata mbështetësit e tij edhe të thotë që ja e zbuluan pra një mekanizëm të jashtëzakonshëm, por këtë parashikim ose këtë evidentim mund ta kishte bërë para zgjedhjeve dhe t'i bënte nder. Fakti që i bën pas zgjedhjeve këto akuza dhe këto një skenime do të thotë se në thelb synon vetëm justifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Ne kemi parë dhe rinumërime së fundmi ku pavarësisht hapjes së disa kutive në Dibër, por marr rastin e Dibrës, nuk pam se kishim bëni me ndryshim rezultati, nuk pam se votat ishin trafikuar nga e djathtat tek e majta, po pam vetëm një trafik të votash, pra 60 vota brenda listës së Partisë Demokratike. Pra këta kërkojnë të hapin kutit, Berisha nuk i mbështet në hapjen e kutive kandidatët, dhe nga ana tjetër, në ato raste kur janë hapur, shohim që një deputet ju hoqën 17 vota, një tjetër ju hoqën 49, dikujt ju shtuan 17 e kështu me radhë. Por, pra, sikur gjitha akuzat e Berishës të merren të mirëqëna dhe sikur gjithçka të bëhet ashtu siç thot Berisha, pra të kthehemi mbrapsht në kohë, ndryshimi nuk do kemi ndryshim rezultati, sigurisht do kemi një llosje të procesit zgjedhor,
por që viktimat në fund fare nuk do jetë sërish opozita dhe komisionerët cilët kanë miratuar proces verbale të tilla, derisa të faktohet më pas nëse i kanë bërë qëllimisht apo kanë qenë gabime njerëzore. Shumë shkurtimisht nëse po e vijojmë simbolikën e trenit për të portretizuar opozitën me makinistë si që shkruan ti tek shkrimi ytë vetë Sali Berishën, ku të shpije këtë treni? Po praktikisht vetëm në përçarjen e Partisë Demokratike mund të shoj, edhe në zërat kundër leadershipit edhe zhështimin e të pakënaqurve brenda radhëve të opozitës. Ne shohim që sot në 50 mandate që ka marrë Berisha, më komodët janë aleatët cilët në thelb nuk kanë asnjë lloj kontributi dhe asnjë lloj elektorati mbrapa, por që Berisha u dha mandatet sigurt në listat e mbyllura, më të sigurtët janë ata cilët nuk punuan fare në zgjedhje edhe për shkak se ishin brenda listës mbyllur, po dhe për shkak sepse nuk janë aq kompetente dhe aq fort brenda PD-s sa që nuk japin llogari askund përveç se tek Berisha. Dhe viktima shohim ato kandidatë cilët realisht besuan zgjedhje, besuan në ndryshim dhe besuan se do të dilnin fitus duke parë klimën pra së paku për mandatet e tyre. Dhe u lanë në listë të hapur, po themi. Edhe një herë të lutem? Dhe u lanë pra në listë të hapur. Po sigurisht, u lanë listë të hapur dhe u keq përdorën, sepse këto ishin pasojat e primareve, pra ne kemi thënë që Berisha përdori një skemë të tillë që personat më të votuar në primari nxorrin listë të hapur me pretendimin që ja ju e paskeni atë mbështetjen në mes demokratëve, kështu që ju mund të fitoni vetë me votat tuaja në zgjedhjet e përgjithshme. Sot ne shohim që akuzave të Berishës i bashkohen vetëm një grup i vogël, prandaj them si thua ka një përçarje për shkak të përdorimit të trenit bullgar si simbolike dhe si akuzë. Shohim që ka 3 grupe brenda Partisë Demokratike, kemi një grup i cili pretendon se zgjedhjet janë blerë dhe janë vjedhur para 11 majit, kemi Berishën që pretendon tek treni bullgar, kemi dhe një numër të konsiderueshëm kandidatësh pothuajse në qarqet kryesore të vendit që pretendojnë për trafikim votash brenda vetë Partisë Demokratike. Qartë. Për t'ju rikthyer trenit bullgar, personalisht unë e gjeta interesant shkrimin tënd tek elementi i përshkrimit pra të mënyrës, jo vetëm të mënyrës se si ky tren supozohet se funksionon, por dhe të arsyes pse funksionon dhe atë se kush e përdor. Dhe ti shkruan që zakonisht treni bullgar supozohet që e përdorin opozitat, të cilat nuk kanë mekanizmat për t'ju kundërvënë një regjimi diktatorial ose autoritarist. A mund ta risjellësh edhe një herë në vëmendje të atyre që na shohin, po themi këtë sipër? Unë nisa nga kjo sepse së pari edhe Bullgari opozita është akuzuar për tren bullgar, nuk është akuzuar regjimi, as regjimi komunist, as shumica në vitin 2009 që qeveriste Bullgarinë. Sepse në thelb, nëse ne biem dakord me Berishën që jemi një narkoshtet, narkodiktaturë dhe është diktatura më e egër që ka parë Shqipëria, siç thot Berisha, pra më e egër edhe se Enver Hoxhës, atëherë ky regjim për çfarë nevoje ka ky që të përdori metoda primitive të tilla. Në raste të tilla, treni bullgar, nëse do të zbatohej, mund të përdoret vetëm nga opozita për të siguruar për të mbrojtur votën. Pra, ja jep votën mbështetësve të saj, të paraplotësuar me qëllimin që komisionerët më pas kur të mbërrin qendrën e votimit mos e manipulojnë dot, mos i bëjnë dot presion për shndrimin e votës apo për të mos e hedhur votën e paplotësuar dhe më pas manipulohet nga grupet e numërimit. Pra është një mekanizëm nuk e di pse një diktaturë do kishte nevojë të përdorte një metodë kaq primitive. Pra është një mekanizëm i opozitës, në kuptimin që kur opozita nuk disponon mjete dhe mënyra të tjera, po themi përballë pushtetit, treni bullgar shihet si një mënyrë për të ose kapitalizuar, po themi, një pjesë të votave të saj. Po patjetër, atje ku ka lindur termi që dyshohet se ka ndodhur, se unë e u thash, në Bullgari nuk është faktuar kur të ketë ndodhur, po i ka mbetur emri i tillë, atje ku është përdorur, dyshohet se ka përdorur opozita dhe arsyet ja u shpjegova. Opozita është e pambrojtur përballë komisionerëve të diktaturës, përballë numëruzve të diktaturës, përballë KQZ-s që
presupozohet se kontrollon Edi Rama dhe qeveria dhe partia në pushtet. Në këto kushte, për të siguruar, për të mbrojtur votën e tyre, nga grupet e numërimit dhe nga komisionerët, u jepet militantëve ose mbështetësve të saj, u jepet fleta e plotësuar për ta hedhur në kuti së paku në favor të opozitës. Qartë. Tani, ti nga informacionet që ke, besoj nuk je ndjenitur në një rasti kur, po themi, vetë opozita, vetë Partia Demokratike mund të ketë përdorur këtë metodë ose metodat të tjera të ngjashme, gjithmonë flasim të jashtëligjshme, për të përballur, po themi, me Edi Ramën në zgjedhje, apo jo? Se e di pse ta bëj këtë pyetje, se gjithmonë kemi folur për qeverinë që manipulon zgjedhjet, por nuk e di nëse ekziston edhe rasti kur opozita mund të ketë përdorur metoda të tilla. Unë do t'i pyesja qytetarët, ashtu siç bën Berisha apo njerëz pranë tij, nëse do t'i akuzoja se ka ndodhur fenomeni i trenit bullgar, qoftë edhe mes demokratëve. Rinumërimi dhe ato pak vota që po dalit paktën në Dibër, se ne presim dhe Tirana dhe Fierin javës tjetër, tregon që nuk ka patur fenomen tillë, por mund të ketë pasur marrëveshje mes komisionerëve për të quajtur votat e pavlefshme si të vlefshme, apo dhe ndonjë rast me ndërhyrje drejt për drejt nga kandidati për t'i maksimizuar votat. Unë mbaj mend për shembull që treni bullgar për herë të parë është përdorur në 2005 në Shqipëri, si qarkullonte fjala se u përdor nga opozita e asaj kohe që ishte Sali Berisha, dhe që arriti të fitojë mbi Fatos Nanon, por unë nuk dua ta anatemoj fitoren e Partisë Demokratike në 2005, sepse së pari u thash nuk u faktua as në atë kohë që u përdor kjo metodë. Së dyti nuk u njihte me këtë emër, vetëm mekanizmin dinim se si funksiononte, por nuk u njihte si tren bullgar. Dhe së treti, në atë kohë, Partia Demokratike kishte ngritur një frym të mjaftueshme për ta justifikuar fitoren përballë qeverisë së Fatos Nanos. Ndërsa sot unë habitem se nëse ky fenomen ka ekzistuar, pra askush nuk ka pikasur personi që bënte këtë të qarkullimin e votës, qoftë edhe në një rast të vetëm, dhe nuk besoj se ka ndodhur dhe për arsye sepse këto zgjedhje kanë pasur prezencë shumë të lartë, jo vetëm vëzhguesish, edhe vëzhguesish pavarur apo të partive politike, por ka patur dhe task forcën e BKH-s edhe të SPAK-ut në terren. Kështu që në mos dhe një rast dhe një tjetër do pikasej dikush që po e bënte këtë punë. Po kam përshtypjen Ardit që ka edhe një arsye tjetër për të ndoshta për të vënë në dyshim akuzat e opozitës, dhe është fakti që të ndodh treni bullgar, do duhet që komisionerët e PD-s të mbyllin një sy, po themi. Dhe kjo do të ishte një bumerang i fortë, kam përshtypjen, për opozitën. Jo, ne marrim mirë qenë që komisionerët nuk e shohin fare këtë personin që fut fletën në xhep edhe hedh një fletë tjetër. Problemi është që Berisha me këto denoncime që po bën, edhe me këto rinumrime kutish që po ndodhin për shkak kandidatëve të Partisë Demokratike se nuk kanë besim tek vetja e tyre, tek partia e tyre, në fund fare do marrim qafë komisionerët, të cilët ja u thash qoftë edhe për gabime njerëzore, se kur shef që lëvizin me 10 vota, me 3 vota, nuk besoj se bëhet fjalë për vjedhje të organizuar në një kuti që ka 300 vota apo 400 vota. Mirë, do të kalojmë tani nga opozita, do të shkojmë tek qeveria, sepse Prokuroria e Posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka konfirmuar zyrtarisht hetimin e ndaj një ministri të qeverisë Rama, por nuk ka vendosur në dieni pra opinionin publik për emrin, ose kush është, cili prej ministrave është konkretisht. A mendon që është një lajm i rëndësishëm, si e lexon këtë zhvillim? Unë jam ndjeni nga mediat në lidhje me këtë zhvillim, sikurse të gjithë ne. Kam parë një reagim të SPAK-ut për një media vendase, të cilët kanë mohuar të kenë në hetim një ministër aktual. Pra, gjithë sqarimi i ngjarjes kishte të bënte me Arben Ahmetajn. Bëhet fjalë për Arben Ahmetajn sepse ashtu figuron në regjistrat e SPAK-ut momentin që ata kanë nisur hetimet si ministër i qeverisë, dhe ndaj kanë mbetur dhe ai emërimi ministër i Ramës. Dhe fund ditës Arben Ahmetaj ka qenë ministër i Edi Ramës edhe zëvendës kryeministër. Pra nuk bëhet fjalë për një ministër të qeverisë aktuale.
ajo që më shqetëson është pjesa që në plan të parë duket sikur Spaku nga njëra anë po luan edhe me dy porta përballë politikës, po shantazhon përmes këtyre deklaratave gjysmake, sepse askush nuk e pengon Spakun ta sqarojë çështjen publikisht dhe ta thotë me emër mbi emër personin që kanë hetim. Dhe ajo që më shqetëson akoma dhe më shumë është që kemi zyrtar të lartë, përfshirë edhe zotin Ametaj, të shpallur kërkim nga Spaku që i gjen çdo kush përveç Spakut sekundovën. Kemi zotin Ametaj, kemi ish prokurorin Adriatik Llalla që shfaqet në mitingjet e Sali Berishës, edhe pastaj Spaku nuk e di se ku është, ndërkohë që pritet prej vitesh të vijë dhe të vuaj dënimin që ka marrë nga gjykata, nga drejtësia shqiptare. Nëse kam përshtypjen që ti në raste të tjera je shprehur goxha pozitiv mbi besueshmërinë e Spakut, nëse është kështu, pse Spaku po luan me dy porta siç deklarove tani? Unë mendoj që Spaku është i kompleksuar në radhë parë përballë politikës, ose më saktë ndoshta vetë politika e ka kompleksuar, saqë përpiqet të mbaj një balancë politike, të mbaj një balancë përballë palëve, apo të shohësh po u arrestua njëri nga njëra anë, me siguri do hapet gjyqi për dikë tjetër nga pala tjetër. Sigurisht që unë nuk e ndroj mendimin tim që Spaku është institucioni me besueshmërinë më të lartë në vend, sepse këtë nuk e them unë, e thon sondazhet. Sigurisht që nuk e ndryshoj mendimin që Spaku është institucioni me mbështetje ndërkombëtare më të fuqishme dhe sigurisht edhe me mbështetje nga qeveria sa i përket burimeve financiare edhe burimeve njerëzore, por nga ana tjetër mund të kemi të bëjmë me një grup prokurorësh deri diku edhe të kompleksuar, edhe për shkak sepse po vjen edhe fundi i mandatit tyre dhe nuk është vendosur ose nuk dihet fati se si do vijoj të procedoj Spaku me një trup të re prokurorësh apo me rinovime mandatesh të trupës ekzistuese. Duhet kuptojmë që në fund ditës në një trup prej 18 prokurorësh për shembull, ata janë njerëz gjallë dhe njëri prej tyre edhe mund të ndikohet në raste të tilla. Unë kam dyshuar tek politizimi i deklaratave të Spakut, po ta shohim në seancën e parë të ndaj Erion Veliajt, një grup mbështetësish të tij dolën në protestë ose në mbështetje të Veliajt në dyert e GKK-s, dhe Spaku citoi me vrap të deklaronte dhe thoshte se na është penguar puna sepse është penguar fugoni i policisë që do transportonte më pas Veliaj nga gjyqi në burgun e Durrësit. Ndërkohë që këtë deklaratë së pari i takon ta bëj policia nëse është ndjerë e shqetësuar për furgonin e saj, për makinën e saj. Së dyti Spaku këtë deklaratë nuk e kishte bërë kurrë për mbështetësit e Sali Berishës, cilët mblidhen atje në GKK prej një viti e capë. Ose fjala bie nuk ka reaguar ose nuk e ka sqaruar që pse Erion Veliaj duhet shoqërohet në gjyq me makinë policie, dhe Sali Berisha duhet shkoj me bencin e tij të blinduar kur doj ai, ta fusi makinën në borën e Spakut. Në këtë kuptim, pra janë disa gjëra që unë mendoj se çalojnë sa i përket sinqeritetit nuk dua ta akuzoj të gjithë prokurorinë e posaçme, por mund të ketë prokuror dhe individ veçantë cilët e keq përdorin atë pushtetin që jepet. E fundit për Spakun, nuk e di nëse ke informacion mbi realisht ministër qeverisë që mund të jetë nën hetim. Kjo punë e Spakut është bërë dhe teori konspirative, disponojmë lloj-lloj informacionesh mbi lloj-lloj personazhesh, por se sa të vërteta janë pastaj kjo është një çështje tjetër. Ka një teori së pagu që qarkullon në media orë të fundit se nën hetim është një ministër i cili pretendohet se do të kandidojë si kryebashkiak në Tiranë. Unë vetë nuk e besoj sepse në kuptimin pra që kosa nuk ka një deklaratë zyrtare, nuk ka një procedim, nuk ka një njoftim, nuk ka një paraqitje në ambientet e Spakut, por gjithë janë të cënushëm dhe të gjithë janë të hetushëm në këtë vend, kështu që nuk do të ishte çudi që jo një, po dhe 2-3 ministra Spakut i marrin hetim edhe të procedoj pastaj me punët e institucionit. Shqetësuese do të ishte nëse do ndodhin shoqërime politike, pra duhet të shkëputemi nga këto skenat e shëmtuara, ku njerëzit shoqërohen, zyrtarët e lartë futen në burg
pastaj vazhdojnë hetimet, edhe duhet qëndrojmë prapa hekurave derisa të mbarojnë hetimet edhe të nisi gjyqi e kështu me radhë. Qartë. Për të kaluar pak tani në Bruksel, në raportet midis dhe Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, së pari në 11 qershor, para 2 ditësh, ambasadorët e Bashkimit Evropian kanë miratuar konkluzionet për çeljen e grup kapitullit 4 për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që bën fjalë për transportin, për energjinë, rrjetet e infrastrukturës dhe mjedisin. Kryeministria e quajti një hap të madh, po themi, drejt Bashkimit Evropian. Ti si mendon, a është një përparim real apo janë thjesht këto grup kapituj teknik formal më shumë, dhe ato që përbëjnë çështje thelbësore përfshihen tek drejtësia dhe tek reformat, të cilat po themi ende nuk janë përmendur nga Brukseli? Po, grup kapitulli 4 ka të bëjë kryesisht me transportin, me digitalizimin, me energjinë e gjelbër, mos gaboj, dhe sigurisht që hapja e një grup kapitullit 4 është një sinjal pozitiv dhe një zhvillim kurajus jo për kryeministrin, po për shqiptarët. Patjetër, po sigurisht patjetër. Tregon që Shqipëria nuk është jashtëloje sa i përket procesit zgjerimit të Unionit Evropian. Megjithatë, për të qenë realisht optimist për integrimin, duhet nga njëra anë duhet i progresit dukshëm sundimin e ligjit, siç e thatë ju, në luftën kundër korrupsionit, forcimin e institucioneve demokratike, dhe derisa të gjithë këto grup kapituj që po hapen bëhen në kuadrin e përafrimit të legjislacionit të Shqipërisë me atë të Bashkimit Evropian. Unë e shoh personalisht si një zhvillim pozitiv që së pari e rrit atë frymën e optimizmit, e afron Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian realisht. Është fakt për ne nga njëra anë që ky proces po ndodh nën presidencën polake, duke patur parasysh dashamirësinë e shtetit polak ndaj shqiptarëve dhe mbështetjen e pakufishme që i kanë dhënë përmes qëndrimeve politike, por e gjitha pastaj do të varet edhe nga vullneti i qeverisë edhe i Bashkimit Evropian për t'i sqaruar sa më shpejt këto grup kapituj edhe për të proceduar. Nëse ne vazhdojmë me këtë ritëm hapjesh grup kapitush për negociatat, mund të arrijmë sigurisht edhe ato afatet që vetë Bashkimi Evropian ka propozuar pra vitin 2027 dhe vitin 2029 për integrimin edhe për antarësimin e plot në BE. Tani, sigurisht që çështja e hapjes së grup kapitujve dhe negociatave për antarësimin e plot në Bashkimin Evropian është edhe çështje teknike dhe duhet folur teknikisht. Po nëse flasim, po them, në përgjithësi dhe politikisht, a mendon se Bashkimi Evropian është duke i bërë, po them, skip etapave për të bërë një farë përshpejtimi, po them, të procesit antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke mos qenë shumë rigoroz në vlerësimin dhe ndjekjen e kritereve? Si e shef, po them? Hapja e këtyre grup kapitujve nuk nënkupton detyrimisht afrim me një hershëm dhe antarësim. Unë nuk shoh se Bashkimi Evropian po shmang ndonjë detyrim të Shqipërisë ndaj legjislacionit BE-s ose ndaj Unionit, sepse nuk ka asnjë arsye pse Shqipëria të mbahet me hatër në këtë proces. Por Bashkimi Evropian po tregon më shumë angazhim dhe zgjerimit për shkak ndoshta edhe të luftës në Ukrainë dhe interesit për një stabilitet më të madh me një shkallë më të lartë në Ballkanin Perëndimor. Po kjo nuk do të thotë që kriteret janë zbutur, pra Shqipëria duhet ta shmangë vetë kënaqësinë këtë proces edhe duhet fokusohet, mendoj, në zbatimin e detyrave edhe në të gjithë ato detyrimet që ka ndaj procesit të negociatave. Qartë. Dhe meqense po flisnim për Bashkimin Evropian, duhet të qëndroj pak tek Parlamenti Evropian tani në pyetjen dhe në çështjen e fundit për këtë bisedë ardit, për rezolutën e Parlamentit Evropian sa i takon arritjeve të Shqipërisë në vitin e kaluar, duke përfshirë këtu edhe zgjedhjet e këtij viti, për të cilat u tha se ishin konkurruese, por u zhvilluan, po themi, në një mjedis të polarizuar e me problemet që u përmendën në raport, se e kanë cituar shumë njerëz palët politike këtë raportin dhe se cila është përpjekur të gjejë dhe të marrë te raporti atë se çfarë intereson, si opozita, si majoranca. Ti si e lexon, po them, rezolutën e Parlamentit Evropian? Duhet të sqarojmë një herë që nuk ka një rezolut Parlamentit Evropian, po ka një rezolut të partive popullore europiane. Ku Partia Demokratike po përpiqet ta paraqesë rezolut Parlamentit Evropian me shpresën se eurodeputetët e djallë do ta ngrenë çështjen në Parlamentin Evropian edhe do ta bëjnë aq tragjike
sa që të zhbëhen zgjedhjet në Shqipëri edhe të vendosen ato që kërkon Berisha, qeveri teknike edhe gjitha me radhë. Megjithatë, kësaj rezolute ish referuar edhe vetë kryetarja e kuvendit, pavarësisht se është e PPS, po themi. Okej, tani ne kemi të bëjmë me një grupim partish si Motra që në një mënyrë ndajnë njëjtin qëndrim me Berishën kur vjen puna e drejtimit të Shqipërisë edhe të gjithë shteteve europiane, sepse pretendohet, pra misioni i tyre është që shtetet të drejtohen nga partitë si Motra që garojnë në secilin shtet. Kështu që mbështetja e tyre është formale, ka ndodhur në çdo palëzgjedhje. Mua nuk më duket shqetësues asnjë lloj raporti për Shqipërinë, sepse Parlamenti Evropian në thelb nuk njeh zgjedhje dhe nuk njeh shtete. Nuk del Parlamenti Evropian e thotë i njohim apo nuk i njohim në zgjedhjet. I referohen në fund fare raportit të OSBE ODIHR-it, sepse ata kanë mekanizmin e tyre prezent në zgjedhjet e secilit vend. Tani, mua më shqetëson pjesa e retorikës së Berishës dhe kërcënimet që bën Berisha dhe si thuaç ato gënjeshtrat publike, sepse kemi të bëjmë për shkak me një akuzë që thotë janë kërcënuar komisionerët e OSBE-s. Tani ne duhet ta sqarojmë këtë. Së pari OSBE-ja pse nuk e thot me gojën e saj nëse janë kërcënuar komisionerët. Dhe së dyti nëse nuk janë kërcënuar komisionerët e OSBE-s, bashkëguesin ndërkombëtar. Pse nuk e mohon këtë lajm? Por, domethënë, edhe heshtja e europianëve në këtë rast i shërben, si thuaç, asaj i hedh benzinë zjarrit që po përpiqet ngrejë opozita sa i përket rezultatit të 11 maj. Megjithatë, për këtë që thua ti, ndoshta duhet presim, po themi, përfundimin e vlerësimit të OSBE ODIHR-it me zgjedhjen, pra raportin përfundimtar. Deri tani ka qenë vetëm raporti paraprak. Dhe së dyti thuhet që mund të ketë edhe një mision për monitorimin, se nuk kanë çat monitorojnë ata tani se zgjedhjet kanë mbaruar, po. Pra që ka hedhur Bylluk Bashi si teori. Është ideja e këtij misionit fakt mbledhës që mund ta sjellë Parlamenti Evropian në ndikimin e partive popullore europiane. Për sa i përket çdo lloj misioni dhe qoftë dhe OSBE-s që ishte prezente, qoftë atij që do vi, sigurisht që do gjej ato problematikat që ka gjetur në çdo zgjedhje në Shqipëri që nga viti 92 e mbrapa. Duke filluar që ke problematikat me materialet zgjedhore, duke filluar që ke qendrat e papërshtatshme të votimit të ngritura nëpër stalla lopësh, nëpër kafene e gjitha me radhë, duke ngritur shqetësimin e përdorimit të administratës në zgjedhje, që nuk është çudinë në Shqipëri fare që komisioner apo punojës të administratës pra të jenë komisioner ose të jenë krye të fushatës. Kjo ka ndodhur si me qeverinë, me njerëzit që punojnë administratën publike në ekzekutiv, ashtu edhe me njerëzit e Berishës që punojnë në bashkitë e djatha. Çfarë ka thënë OSBE-ja më parë, atë do thotë edhe këtë herë. Problemi është a e zhbën kjo rezultatin zgjedhor, a e delegjitimon kjo zgjedhjet në Shqipëri? Absolutisht jo, sepse në fund fare, nëse OSBE-ja nuk njeh zgjedhjet, nuk ka nevojë ta thotë në përreshta me nën kontekste dhe me nën kuptime që të na e përkthejnë pastaj nga Partia Demokratike, është shumë e thjeshtë, nuk përjashton Shqipërinë nga organizmat e saja edhe mban qëndrime të tjera. Por njëherë ka ndodhur që OSBE-ja është armiqësuar me Shqipërinë dhe që nuk i ka njohur zgjedhjet, dhe atëherë tani që mos bëjmë histori, ishte ajo hera kur Stali Berisha përzuri nga Shqipëria OSBE-n me Audrey Gloverin e gjithë me radhë, edhe i prishi marrëdhëniet me OSBE-n për vite me radhë. Kështu që në fund fare, nga ky raport i Parlamentit Evropian, po duash më ta quash dhe i përfaqësuesve të CDU-s në Parlamentin Evropian, po gjithsesi kush përfiton më shumë, Berisha apo Rama? Në fund, në rezultati, po themi. Jo, raportet nuk janë që t'i japin fitore ndikujt. Berisha, nëse e do për kredo politike një mbështetje nga Parlamenti Evropian, për shembull, ose nga kushdo parti europiane në Bashkimin Evropian, pra, nuk është e mjaftueshme për të përmirësuar kredibilitetin e tij para zgjedhësve së pari dhe para perëndimit së dytë, sepse ne nga Berisha nuk presim të bëhet shok me Parlamentin Evropian, edhe të bëhet mik me partitë
të Parlamentit Evropian, por presim që të zgjidhë një herë çështjet që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Britaninë e Madhe. Kur Berisha të pastrohet nga akuzat e SBA-s edhe nga Britania e Madhe dhe kur na faktoi atë që na ka premtuar se Departamenti i Shtetit Amerikan do ja heqi non gratën, është punor, është punë ditë, është punë javësh, atëherë mund të flasim për fitoret Berishës në arenën ndërkombëtare, nëse mbasi ti ke zgjidhur pra këto dy problematika shumë të rëndësishme që padyshim kanë ndikuar jo vetëm tek figura e tij politike dhe ke besueshmëria, po edhe ke rezultati i zgjedhjeve, sepse shqiptarët në fund ditës din ta bëjnë këtë dallimin. Ndërsa nëse përfiton qeveria, kjo varet nga vullneti i qeverisë dhe i mazhoratës, nëse kritikat i merr parasysh për zgjedhjet në vijim, Shqipëria do përballet me zgjedhjet parakohshme lokale së shpejti, ka gjasa që edhe brenda vitit, sepse janë diku ke 5 bashki pa kryetar, cilët janë detyruar të bëjnë zgjedhje dhe prapë mbas 2 vitesh tjera kemi prapë zgjedhje lokale në të gjithë vendin. Kështu që besoj se duhet që çdo kritik të vlejë për përmirësimin e klimës zgjedhore dhe infrastrukturës.